Jo, është shumë e pritur bile dhe unë po të them, Edi Rama nuk ja heq imunitetin asaj se ka 83 deputete, ka gjithë shumicën me vete. Nuk ja heq Edi Rama imunitetin se do vej vetë pas saja. Megjithatë, të dini një gjë, po që se ajo arrestohet, Edi Rama do të bëj dorëheqjen dhe të dorëzoj qeverin, dorëzoj pushtetin. Po kështu kemi thënë avokat, ju, po të tjerët, kështu kanë thënë për Veliajn, për Tahirin, për Bejshajn, për Ahmetajn, e shumë të tjerë dhe s'ka ndodhur asgjë. Jo, ka ndodhur, është bërë grushtetin, fakt, kundër drejtësisë. Të kundërshtosh vendimin e gjykatës speciale të gjykatës edhe të prokurorit Spaku, dhe të kundërshtosh kërkesën e atyre të cilët me çdo kusht kërkojnë që kjo zonjë të vejë para drejtësisë dhe ky që i shmanget drejtësisë, çfarë është ky? Ky kujt i shërben? Është kryeministër, është njeri i ligjit, apo është njeri i rrugës, është band, është kapoband, që nuk që i ruan ata bashkëpunëtorët e tij. Se kuptojnë çfarë është. Se deri tani nuk po del çfarë është. Avokat. Nëse ky Po. Nëse ky këmbgul dhe nëse kuvendi nuk i heq imunitetin asaj zonjës, atëherë në Shqipëri ka mbaruar çdo gjë. Jemi në diktaturë të plot, fashiste, naziste, izraelite, në këtë lloj diktature jemi. Pra, ai s'ka rrugë tjetër. Duhet me çdo kusht, nëse do që të shpëtoj kokën e vet, të paktën ha për ha, atë duhet ta çoj para drejtësisë. Ka shans avokat që zonja Balluku t'jap dorëheqjen, edhe ta vazhdoj këtë rrugë të betejë e vetme pra pa post qeveritar, duke mbështjetur me faktin që shiko, la dorëheqjen këtej dhe të vazhdoj betejën juridike nëpër gjykat për interpretime të mundshme, por pa ju hequr mandati. Po që është mandati ajo tallet me të tërë, se me do të pandehur si çdo ti kur është me mandat. Avokat, mendon që Rama dinte diçka kur e ngriti shqetësimin e BKH-s të dielën ajo të hënën mund të jetë firmosur urdhri të martën doli. Pa tjetër që ai di të tëra, i ka të tëra në dorë, i kanë tavolinë, unë para shumë kohës që kam thënë që Edi Rama si ka vajtur letra e zezë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë tavolinë. Edi Rama është i dënuar në Shtetet e Bashkuara 7 vjet. Është i dënuar zotëri. Prandaj Edi Rama dhe që nuk është arrestuar kur ka vajtur në Amerikë, nuk është arrestuar vetëm sepse ishte i mbrojtur nga posti kryeministrit. Tani kjo zonja që i kërkohet të hiqet imuniteti, unë mendoj që nuk ka shanse të heqin imunitetin. Vetëm se në qoftë se Edi Ramës i vijnë urdhra të prera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga FBI amerikane, që ti thonë ti zotëri po mbron një hajdute, ti je hajdut vet, ti s'meriton të jesh në krye të qeverisë shqiptare, ti je rrezik për Amerikën, je rrezik për sigurinë amerikane, kështu që vetëm ata mund ta çbllokojnë situatën, këtu brenda harrojeni. Avokat, po mund të jetë i luftë brenda Partisë Socialiste dhe në momentin e votimit, se votimi është i fshehtë, në mos gaboj. Në momentin e votimit mund t'i japin duar. Pak shpresa kam. Ekziston dhe mundësi që gjysma e tyre t'japin dorëheqjen, që ai të dalë, po ka pjesën tjetër, ka Salihun që mbron. E mbështet Salihu do ta mbështoj, dëgjoni këtu, ta dëgjojnë shqiptarët. Në qoftë se Edi Rama si ikin një numër i caktuar deputetësh, të dini një gjë, ata do të zëvendësohen nga deputetët e Partisë Demokratike në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Ka mbaruar e punë. Janë bashku, kam thënë, janë komunistët shqiptarë që nuk e lëshojnë njëri tjetrin. Komunistët atë partinë e tyre, ideologjinë e tyre kanë fe, janë të betuar që kur kanë lindur derisa sa të qërojnë në kjo botë. Pra dy rrugë janë, ose Edi Rama ta lëshoj atë zonjën, ose të ikin të kërkojnë
socialistët, deputetët socialistë ta shkarkojnë nga detyra, të kërkojnë mosion mosbesimi. Dhe 40-50 i dalën, se ata do ta shikojnë veten e tyre në rrezik. Se ata e dinë që po i Dinama do i kenë ata, kështu që ata duhet ta mbajnë Dinamën. Dhe për këtë do ta ndihmojë Sali Berisha. Avokat, ka shanse që një tjetër skenar edhe